Është përkujtuar këtë të martë në të gjithë vendin 113 vjetori i themelimit të policisë së shtetit, vetëm 46 ditë nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë me 28 nëntor të vitit 1912, me 13 janar të vitit 1913, qeveria e përkohshme e Vlorës mori vendimin për krimin e forcave të rendit, që sot kjo strukturë njihet si Policia e Shtetit. Pikërisht për të përkujtuar këtë ditë të shënuar janë zhvilluar ceremoninë të gjitha drejtoritë e policisë dhe komisariatet në të gjithë vendin. Shefi i komisariatit të policisë Mat Alfred Cenaj, duke bërë një rezume të historisë së kësaj strukture që nga themelimi i saj, tha se Policia e Shtetit do të jetë gjithmonë në shërbim të qytetarëve. Këtë 13 janar kemi arsye të forta për të festuar. Policia e Shtetit kremton 113 vjetorin nga themelimi i saj, një përvjetor i shënuar që na bën të gjithëve së bashku në një ceremoni soleme për të reflektuar mbi historinë, misionin dhe të ardhmen e institucionit jetik për shtetin shqiptar. Janë 113 vite sfidash dhe progresi, ashtu si vetë historia e vendit tonë. Kur u krijua më 13 janar të vitit 1913 si forca për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, Policia e Shtetit ishte një organizatë e re, e brisht dhe pa histori, por falë për kushtimit dhe sakrificës të brezave të tërë, ajo u shndërrua në institucion të fuqishëm në mbrojtje të shtetit demokratik, të lirive dhe të drejtave të njerëzit, duke u renditur denjësisht krahas institucioneve homologe ndërkombëtare në luftën kundër krimit dhe garantimin e rendit publik. Sot, Policia e Shtetit është një nga institucionet më të besuara nga qytetarët, një partner i domosdoshëm që u përgjigjet gjithmonë, sa herë ata kanë nevojë. Puna, sakrifica, sfidat të cilat jemi përballur, arritjet, por edhe vështirësitë e jashtëpasetshme, së bashku kanë shkruar historinë e këtij institucioni, të themeluar nga paraardhësit tanë në vitin 1913 dhe zhvilluar nga gjeneratat e tëra deri në ditët e sotme. 13 janari është një ditë e veçantë e shënuar përjetësisht në historinë e shtetit shqiptar, në memorien e kombit dhe ndërgjegjen e qytetarëve që kanë ndërtuar jetën, familjen dhe pronën e tij në mbrojtje të shtetit am. Policia e Shtetit ishte institucioni i parë i formuar pas shpalljes së pavarësisë dhe themelimit të shtetit shqiptar. Ky fakt nuk është rastësor, por do shpon qartë rolin thelbësor që ka luajtur dhe vazhdon të luajë institucioni dhe vetë ekzistencën, stabilitetin dhe sigurinë e shtetit shqiptar. Në çdo etapë të historisë, Policia e Shtetit ka qenë një bukurim sigurie dhe besimi për qytetarët. Në emër të këtij ideali, ajo ka dhënë sakrificën më sublime. Dëshmorët e policisë shtetit kanë nderur gjakun e tyre të gdhendur përjetësisht në zyrat e flamurit kombëtar. Ky është një motiv i fortë pse Policia e Shtetit sot është më e angazhuar se kur për të mbrojtur dhe ndërruar simbolet e larta kombëtare. Ne, Policia e Shtetit, jemi një nga arteriet kryesore të ndërtimit dhe funksionimit të shtetit shqiptar. Ky rol është përfaqësuar dhe vijon të përfaqësohet denjësisht falë përkushtimit dhe sakrificës së mira burrave grave, djemve dhe vajzave, të cilët brez pas brezi ka dhënë më të mirën e tyre për vendin dhe shoqërinë. Në këtë datë të shënuar, kam kënaqësinë dhe detyrimin moral të shpreh vlerësimin dhe respektin tim të thellë për të gjithë ata që në periudha të ndryshme dhe shpeshherë në kushte të jetëve të vështira kanë mbajtur stafetën e drejtimit të policisë shtetit, duke i dhënë dinjitet dhe vlerat këtij institucioni. Puna e policisë shtetit do të vijojë të mbetet thellësisë fisnike dhe ndershme, gjithmonë në koherencë të plotë me ndryshimet dhe kërkesat e përditshme të shoqërisë tonë. Brezat e rinj të policisë shtetit, me përgjegjësi, profesionalizëm dhe dashuri, do të vazhdojnë të kontribuojnë për përmirësimin e imazhit të policisë dhe në rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve. Të nderuar kolegë, ju uroj përzemërsisht gëzuar 113 vjetorin të policisë së shtetit. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe kryetari i Bashkisë Mat Altin Bojni, kryetari i Bashkisë Kloz Valbona Kola, nënprefekti Matit Hasan Pasha, veteran të policisë së shtetit dhe familjar të policëve të rënë në krye të detyrës. Në fjalën e tyre të rastit, kryebashkiakët Bojni e Kola vlerësuan lart për kushtimin e policisë së shtetit në shërbim të qytetarëve. Shumë faleminderit për këtë festë sot për 113 vjetorin e policisë së shtetit. Ashtu si do të kujtojmë edhe sot, të kujtojmë ato që kanë rënë dëshmorë që janë dhe familjarë këtu dhe për gjithë ju që bëni gjithë të punë të sakrificës që jeni afër çdo qytetari me besimin dhe sigurinë që jeni. Kështu dua të uroj nga zemra gëzuar të 113 vjetorit, një punë fisnike që keni, që jepni shumë besim dhe siguri çdo banori të
të këtij qyteti edhe kudo në disciplinë pjesën e policisë së shtetit. Mundin sakrificën për kushtimin e punës së policisë shtetit, unë e kam ndjerë ndër vite. E di që kur policia e shtetit në fakt punonte në ato vite që disa prej jush e kanë përjetuar, sepse kanë punuar në ato vite kur policia së shtetit përballej me plumbat e grupeve të ndryshme dhe jo vetëm si drejtuese sot, por edhe si një antare familje që në krahun tim kam një punonjës të policisë së shtetit që ka punuar ndër vite, ju falenderoj nga zemra, e kam ndjerë me kodon edhe për kushtimin tuaj dhe them se policia e shtetit nuk diferencon ditën dhe natën, nuk njeh asnjëherë festa familjare, nuk njeh asnjëherë ditë pushimi, por është në detyrë, është në çdo orë për të kryer misionin fisnik të tyre dhe që në fakt duke kryer këtë mision në mënyrën e duhur, me ndeshmëri dhe me drejtësi, boni që të shtohet edhe besimi ndaj shtetit dhe ndaj ligjet. Edhe një herë më lejoni që t'ju përcjell urimet më të përzemërta dhe gëzuar 113 vjetorin dhe e paçi më të lehtë punën në detyrën tuaj. Po ashtu të pranishmit i përshëndeten edhe familjarët të policëve të rënë në krye të detyrës.